Nafta është rritur, mallrat dhe shërbimet po ashtu, e në këto kushte bizneset kërkojnë ndihmë nga qeveria për të përballuar kostot e larta të prodhimit. Forumi Ekonomik Bashkëshqiptar dhe organizatat përfaqësuese të biznesit po ndjekin me shqetësim zhvillimet e fundit ekonomike. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të karburanteve ndikuar nga zhvillimet në tregjet globale të energjisë, tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme dhe pasiguritë në zinxhiret e furnizimit po i vendos ekonomitë tona përballë një presioni të fortë dhe të qëndrueshëm. Në kushtet e një varësie të lartë nga importi dhe një strukturë ekonomike të ndjeshme, kjo krizë po reflektohet menjëherë në çdo segment të aktiviteteve tona ekonomike. Kërkesa është e thjeshtë, ose të rishikohet skema taksimit për produktet e ndryshme gjatë kësaj periudhe, ose të subvencionohen sektorët që po preken më shumë, ashtu siç po veprojnë edhe vendet e tjera të botës. Ne kërkojmë masa të menjëhershme, konkrete dhe të matshme për të përballuar me këtë situatë. Në një, kërkojmë rishikim të përkohshëm dhe fleksibël të barrës fiskale. Ne besojmë që struktura aktuale e çmimit përmban një peshë të lartë taksash. Nevojitet ndërhyrje e targetuar për stabilizimin e tregut në përputhje me praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian. 4. Mbështetja për sektorët më të ekspozuar. Besojmë që transporti, bujqësia, industria prodhuese, shërbimi dhe turizmi janë më të ndikuara dhe kërkojnë masa konkrete, lehtësuese për të mundur që të jenë konkurrent në tregjet tona. Forumi bën thirrje që qeveria të reagojë sa më shpejt. Në të kundërt rrezikohet që rritja e çmimeve të përshkallëzohet, vendet e punës të rrezikohen dhe investimet të frenohen.